Se vota si rregull mund të ndodhi tek tuk ndonjë kështu. Një vot, po jo të kthehet në edukat, si të marr vota, si të manipuloj votat. Jo, kjo është gjë e keqe për Shqipërinë, për demokracinë. Po këtë i pari e ka bërë Berisha. Ja, pyet këtë duash, kush është maj i vitit 1996. Unë kam qenë gazetar edhe me gazetën Koha jon, që kemi shkruar, edhe me disa kolegë tjerë që i përmendem ose janë jashtë kësaj studio, që kemi zitë ullinit përballë shtetit, për të thënë të vërtetën. Kërcisë Dajaku mbi gazetarët, djegje redaksisë, arrestime gazetarësh, hedhjen drejtor të shtëpisë. Kështu që edhe këtë që thonë mundon ti bëjnë dy epokat, maj 1996 dhe maj 2025 janë njëjta gjë, nuk e njëjta gjë. E ishte e dhunshme. Këtu mund të ketë e sofistikuar, djallëzore, edhe dënueshme, por atëherë kërcisë Druri, Rajo, ku kishte llafë, vitet kapte për zhelish. Na kanë marrë kutijet me Aleksandr Franka që ishte atëherë në fushat, na kanë shqyrë, na kanë coptuar. Dajak me Dru. Kështu që nuk janë dy kohë që mund të krahasohen, janë si nata me ditën. Po kryeministri Rama pas pak do të mbaj fjalimin e fitores. Te mbreti, te po te mbreti, tek mbreti. Mbreti, po e the, mbreti te mbreti, kështu që ka fitore të madhe më ndërruar. Tani edhe ju po t'jeni, edhe unë po t'jem me i fitore të madhe, edhe unë ndjem si gjysmë mbret, megjithëse jam pa shumë eksperiencë. Ndjem se unë jam me do populli. Turma do m'lidhet, do flasi, nuk di ç'do thoj, po besoj që se tha edhe një herë, s'po gjej dot fjalët, nëse pe statusin e Ramës sot. S'po gjej dot fjalët që do them. Ai e kanë menduar shumë mirë, po ai shpreh gjë tjetër. Si doli dhe ajo letra që u insinua si fillimi i fjalimit. Kështu që e dashur Tiranë, Shqipëria shtrenjtë. Kështu që zgjedhjet kanë mbaruar, opozita është dërmuar, alarmi është vënë për demokracinë në Shqipëri, për opozitën e shkatruar, që është vetë shkatruar me saktë. Tani, vetë shkatruar. Kjo heshtja nga Washingtoni mos ka lidhje që po ja bëjnë në thonjza si nder, me qenë se ka paguar gjithë ato para Partia Demokratike, apo s'ka lidhje? Me lobimin e kanë fjalën. Se besoj, deklaratë do të ketë patjetër, nuk e dim thelbin e deklaratës, do ketë, ato janë të kujdesshëm për herë, se është shteti më i fuqishëm i botës. Do marrin informacion siç kanë marrë nga OSB, Odiri, nga BE-ja, gjitha njerëzit e vet. Besoj do jetë në thelbësi BE-ja, që disa sugjerime, por që zgjedhjet do njihen. Nuk ka zgjedhjet mos nuk do njihen. Pret të ndodhi gjë te protesta kur janë liderët e Europës këtu? Në 16 maj? Asgjë. Çfarë do ndodhi? Se kështu tha. E para një herë ka qelluar që ka qelluar para 2 vitesh ka qenë kur ka qenë që ndodhi incidenti me Berishën, ishin liderët e Europës, u protestua dhe precipitoi gjëja. Por atëherë edhe për arsye sigurie, se janë gjithë liderët e Bashkimit Evropian, janë gjithë kryeministët e presidentët. Edhe ju po t'jeni në pushtet, ke detyrim ligjor, edhe miqësor që i ke ftuar miq që të kesh siguri, domethënë perimetri i sigurisë është absolut. Ju keni pa njoftimin e policisë, as makinas lejon, as gjithçka bllokohet. Kështu që edhe këta për hir të sigurisë, do gjetë edhe pretekstilla që do vënë një korridor tjetër policor. Bllokuar që nga arena si nga do futen. Nuk do t'i lënë me hy fare kurkund. Nuk e besoj fare. Për arsye sigurie natyrisht, por edhe indirekt që të mos natyrisht ato gazetarë ka tuaj do filmojnë, do regjistrojnë si lajm do dalë, si nuk mund ta arrish aty në skutët ta qosh ta mbyllësh. Por fakti nuk ka për të ndodhur gjë. Plus sa që edhe të dërmuar, që po ti ishte ta zëm aty bilanci rezultati ishte për shemb 67, 68 me 72. Aty do ishte tjetër. Do kishte plas pushka aty, nuk të falte Saliu. Por është diferencë e madhe, është 83 mandate më ndëruar. Është shumë. Bile ta thash edhe një herë, unë prisja fitoren, po jo kaq thellë. Sepse gaboj ai që tham fillim. Tani do ma thuash pak, nuk është mirë kaq thellë, nuk e prisja kaq thellë. Kjo fitore kaq e thellë, çfarë do të thotë realisht për një vend si Shqipëria? Mandati 4 i një qeverie, fitore kaq e thellë, pas shumë aferave, pas shumë në gjithë analizat një veprimtari të gjerë të spakut, sidomos rradhët e të majtëve. Nga gjithë eksperjenca, konfirmohet gjithmonë më bindshëm. Nga gjithë eksperjenca politike europiane dhe botërore, si rregull nuk ndodh që të shtohen votat, por këtu është një rast i veçantë që duhet parë nga analizat dhe politologët se si, por edhe një herë përsëris, për 10 herë që faj natyrisht ka qeverisja sa të duash, ka Edi Rama të falenderoj Sali Berishën thuat.
Rama do të mbaje Berishën në plumb të dorës në pjatë të argjend. Po pra, sot në fjalimin e fitores tani si faleminderit Sali Berisha, se kështu Besoj, vjen. po t'isha unë kështu do bëja. Faleminderit Sali, sepse po t'ishte opozitë tjetër, po t'ishte lider tjetër, po t'ishte frymëzim tjetër, opozitë tjetër, edhe një herë ta them, absolutisht atë që përsërita për 50 herë mund të ishin jek gjërat. Jek do thotë aty plus minus. Por prapse për demokracinë ishte një sukses i madh, pse se kishte një opozitë solide. Tash opozita del sa të marrë veten do fillojnë probleme pavarësisht tham nuk do kenë shumë kuraj, po do fillojë të lëvizi pak. Më mirë se janë pak të shokuar, pak në Do hallin lëvizi pastaj sepse ato ka një statut në PD. Ka humbur zgjedhjet. Apo ja, do ta zbatoj thua Nenin Basha të famshëm? Se di, këtë nuk e di. Do ta zbatoj. Ai ka thënë që nuk do largohet kotush kjo pyetje. Po normalisht me edukat politike, me një normalitet evropian, njeriu që humb zgjedhjet e ke pa në Europë jep ndërheqjen. Ikën vjet tjetri, ka të tjerë sa dur. Ishte në Gjermani që dha, iku Merkel, erdhi tjetri, fitoi ky kryeministri kancelare që kishin polemikat. Mersi, iku Mori tak fitoi zgjedhjet, po ikën tjetri, dorëzon, ikën. Është të pyeta, mbeti jashtë parlamentit Ilir Meta. Ilir Meta për mua bëri gabim. Për mua. Nuk duhej të refuzonte listën e mbyllur. Ai besoj ka menduar me atë po pse të hynte pa merit tek e fundit? Nga qelia atje mbyllur, ja, falë. Për mua do të ishte koalicion. Se Meta para 3 vitesh, 4 vitesh i dha siglën e partisë 3 vite kur i dha Saliu, që e sollin loj. Kështu që një nder po quajmë nder politik. Po mira, ai vetë refuzoi. Po vetë refuzoi, po bëri gabim pra, unë pasën bëri gabim. Dhe tani kjo tregon edhe gjë tjetër se pa kaq vota, domethënë strukturat e partisë nuk janë ekzistente, janë të mbaruar. Kjo ishte shuarja e plotë e Partisë së Lirës? Nuk e them në detaje, në kështu në të prerë, sepse aty ka në fund disa deputet që ta mbrojnë, se mos gabom është. Po mirë, u futën listë mbyllur nga Partia Demokratike ato. Në parlament do jenë në emër të Partisë së Lirisë. Po patjetër, po edhe Tedi Blushi, mos gabom, kanë në Elbasan në Gjinaston, është në Firë duke numri 2, janë 5-6 deputet pak a shumë. Por Iliri për mua 3 ose 4 janë. Për mua Iliri gaboi, kaq. Okej. Gaboi. Tani unë besoj se i tham të gjitha. Mbaruan të gjitha, s'kemi që të them. Mbaruan të gjitha. Ti e nise dhe bitise me thirrjet për Sali Berishën. Unë shpresoj shumë që ti dëgjoj dhe opozita, Partia Demokratike të reformohet një herë e mirë tashmë. Ka ardhur koha. E nderuar, e keqja për herë në një vend normal demokratik, nuk themi në diktaturë, është pushteti. Për herë është keqja. E keqja me që do truhemi nga pushteti. Po në këtë rast, ky pushtet që thonë jo kështu e vjen për fajin të opozitës. Ta thash edhe një herë, opozita tash është e keqja momentale që duhet korrigjuar, duhet shëruar, duhet vend shërumi, duhet gjetë zgjidhje. Nuk vazhdohet kështu. Thash, se mbreti e thanë tash, mbreti, Rama. Çfarë të doj bëj, s'ke që bën. Me ndërkombëtarët e ka mirë. Votat i mori. Pushtetin e ka, reformimin pas pesën e reformoi në thellësi, në struktura, në parlament e gjitha. Çfarë do bësh? Pra, duhet që zgjidhja sot është opozita. Pra, nëse themi e keqja është pushteti, sot ka qelluar për drejt e keqja opozita. Dua ta mbyll me një këshill tënden për mbretin. Në këto kushte që është ai pushteti, fitoreje, deliri, se mbreti është vështirë të japësh këshill mbretit, sidomos kur bëhet mbret. Po mirë. Po megjithatë ne kemi të drejtën morale, si gazetarë të vjetër me eksperiencë, që duhet zbresi sa më shumë në tokë, jo duke parë lart nga skënderimi. Duhet zbresi në kuptimin se nuk ka njeri pa eksperiencë, pa kulturë, pa mend, nuk besoj. Nëse pastaj lajthit është të ruaj modestin thua ti, Po lajthiti thonë një fjalë rriti zot mendën që thej zot qafen. Kështu që po nuk e besoj sepse do të ketë këshilltar dhe ka me sa diun një kompani izraelite që e këshillon prej shumë kohësh për të gjitha detajet, edhe në fushat po edhe në gjitha gjërat, me sa di.